u është futur njerëzve ujë në shtëpi, është futur ujë në tregun industrial dhe është një problem shumë i madh ai. Tregu në Tiranë u dogj, dhe kur themi që nuk është pjesë e imja, nuk është provë e imja, ky është gabimi që Allahu xhelle xhelalu, si kur thojnë disa tjerë, ky është diçka që e sjell Zoti, s'kemi ç'a t'i bëjmë. Ata tjerë që s'besojnë, te e sjell natyra, fatkesi natyrore, s'kemi ç'a t'i bëjmë. Jo, Allahu është i mëshirshëm. Nëse çon një shi, nëse çon një tërmet, nëse çon një rrëbesh, nëse çon një përmbytje, ti çon në masa minimale, sepse ai don që ne të kthehemi tek Zoti. Jemi ne që nuk ja bëjmë uzmetin vetvetes tonë. Jemi ne që nuk ja bëjmë uzmetin mirësive të Allahut. Jemi ne që nuk falenderojmë Allahun e madhërisëm ashtu siç duhet. Sprova është për të gjithë ne. Dhe nëse themi që shqyr që nuk mëra mua, po i ra atyre tjerëve s'kemi që të bëjmë ashtu ishte caktimi Allahut xhelle xhelalu, kjo do thotë që ti nuk je për atyre që do të reagosh kur bëhet padrejtësi, ose nuk do të jesh për atyre që do të ndihmosh kur tjetri heq zi, kur ka fatkesi, ka një problem. Sepse ndërgjegja është thyer, nuk ka më ndërgjegje të pastër. Ndërkohë pejgamberi alayhi salatu wassalam transmetojnë Buhariu dhe Muslimi nga Enesi radhiyallahu anhu, i cili thot, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nuk e plotson besimin askush prej jush, derisa të doj për vëllaun e tij atë që don për vete. Se unë dua për ty të mirën, do të reagoj kundër të keqes, dhe nëse uji nuk është futur në shtëpinë time, do mundohem të ndihmoj, dhe nëse unë jam rahat me familjen dhe fëmijët e mi, do mundohem të jem pjesë e rrjedhës dhe e ngjarjeve, të kuptoj se çfarë po ndodh me të vërtetë, të analizojmë të gjithë situatën për të kuptuar që të gjithë jemi të sprovuar.